Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin e datës 6 nëntor, ku si çdo ditë do të njihemi me ngjarjet e kësaj dite duke u llotuar në përkohë. Le të njihemi me ngjarjet e datës 6 nëntor. Në vitin 1860, Ibrahim Lincoln u zgjoll si presidenti 16, ngjarje që shënoi fillimin e një periudhe të caktuar në Amerikë dhe hapi rrugën për luftën civile. Në 6 nëntor të vitit 1917, revolucioni i tetorit filloi në Rusi, të udhëhequr nga Vladimir Lenin, morën pushtetin në Petrograd duke çuar në fillimin e Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1932, Franklin Roosevelt u zgjoll presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për herë të parë. Programi i tij i njohur si New Deal ndryshoi përgjithmonë ekonominë amerikane. Në vitin 1975, Maroku filloi marshin e gjelbër për të marrë kontrollin e Saharas Perëndimore, një ngjarje që ndikoi rajonin për dekada të tëra. Në vitin 1999, Australia në një referendum kombëtar refuzoi të bëhej republikë dhe zgjodhi të mbetej pjesë e Commonwealthit në ndikimin e mbretëreshës Elizabeth II. Në vitin 2012 të datës 6 nëntor, Barack Obama fitoi rizgjedhjen si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke u bërë që ai të bëhej presidenti i parë afrikano-amerikan që shërbeu për 2 mandate të plota. Vjoj me lindjet e datës 6 nëntor, John Philip Sousa në vitin 1854, një nga kompozitorët më të njohur amerikan, krijuesi i marshit të shquar Stars and Stripes Forever. Ai ka mbetur i paharruar si mbreti i marshit, duke lënë pas muzikë që frymëzon edhe sot. Në vitin 1946, Sally Field, e lindur në Pasadena të Kalifornisë, është aktoreja e mirënjohur që ka dhuruar performanca të paharrueshme në kinematografinë amerikane. Me çmimin Oscar në duart e saj, ajo vazhdon të jetë një ikonë në botën e artit. Emma Stone, 1988, e lindur në Scottsdale, Arizona. Emma Stone është aktoreja e talentuar që fitoi zemrat e publikut me rolin e paharrueshëm. Si ai në La La Land, me energjinë dhe sharmin e saj, ajo është kthyer në një nga aktoret më të dashura të Hollywoodit. James Naismith, 1861, ky mësues i edukimit fizik kanadez, është emri prapashpikjes së basketbollit. Sot sporti që ai krijoi është një nga më të ndjekurit dhe më të pëlqyerit në të gjithë botën. Ethan Hawke, 1970, aktori, regjizori dhe shkrimtari i njohur për rolin e tij të ndjeshëm dhe të thellë, me filma të tjerë si Before Sunrise, ai vazhdon të jetë një yll i kinematografisë së të gjithë filmave. Data e 6 nëntor nuk shënoi vetëm lindje, por gjithashtu edhe vdekje të personaliteteve të mëdha. Gene Tierney, 1991, një aktor që ka një gjurmë të pashlyeshme në historinë e Hollywoodit, me rolin e saj në filmin Laura. E bukur dhe plot hire, ajo i dha kinemas një prej të njohurve të periudhës së artit të filmit. Hans Sachs, 1576, poeti dhe dramaturgu gjerman, i njohur si një nga kontributet më të hershme të letërsisë gjermane dhe një mjeshtër i formave poetike të kohës së tij. Në vitin 1975, Francisco Franco, diktatori spanjoll që drejtoi Spanjën për mbi 4 dekada, vdekja e tij shënoi një fond për vendosjen e tij dhe hapi rrugën për një periudhë tranzicioni drejt demokracisë. Ernestine Schumann Heink, 1936, kjo soprano e njohur austriako-amerikane, ishte një zë unik i shekullit të 20, duke dhuruar emocione të thella në interpretimet e saj operistike dhe duk të quajtur mbreslënse. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën Edhe Shëndeti. Vlera e vushqyese të Huito, i cili është një bim që zakonisht rritet në pyje tropikale të Amerikës së Jugut, Meksikës Jugore dhe në ishujt e Karajibeve. Huito ka veti shëruese. Gjithashtu është një frutë që përmban antioksidant, gjithashtu përmban vitamin C, vitamin B, kalcium dhe fosfor. Përfitimet e lëngut Huito janë të larta në fibra, si dhe vitamina dhe minerale të ndryshme, duke përfshirë manganin dhe hekurin.
Disa nga përfitimet shëndetësore të frutave përfshin aftësinë e tij për të ndihmuar në humbjen e peshës, kontrollin e diabetit, përmirësimin e tretjes, uljen e kolesterolit dhe rritjen e niveleve të energjisë. Mund të jetë gjithashtu mbrojtës kundër disa llojeve të kancerit dhe sëmundjeve të zemrës. Parandalon çrregullimet e syve. I pasur me përbërës të tillë si karotenoide, lutein dhe zeanktin, lëngu i hitos është një burim i besueshëm për të luftuar çrregullimet e ndryshme të syrit. Studime kanë pohuar se konsumimi i lëngut huito në baza dietore mund të parandalojë që syt tuaj të bien prej sëmundjeve si glakoma, katarakti dhe degenerimi i muskujve. Por më tepër, lëngu i freskët i marrë nga huitos thuhet se përmirëson dhe shikimin e dobët, forcon kockat. Përfitimet e lëngut huito kanë potencialin për të përmirësuar shëndetin e kockave, fal pranisë së mineraleve të ndryshme si mangani, bakri dhe fosfore. Promovon tretjen. Lënda ushqyese është thelbësore për mirëmbajtjen e sistemit tretës. Një nivel i pamjaftueshëm i tij mund të kontribuojë në dispepsi për shkak të frymarrjes, duke parandaluar fillimin e një sulmi azme. Biografia e sotme lidhet me personin që shpiku basketbollin. James Naismith lindi më 6 nëntor 1861 në Almonte, Ontario, Kanada. I pasionuar pas sportit dhe aktivitetit fizik, Naismith, ai përfundoi më vonë një pyetje të shkurtër në këtë universitet dhe u shpërngul në Springfield, ku u bë mësues në shoqatën e të rinjve të Krishterë. Në dimër të vitit 1891, Naismith u ngarkua me detyrën për të gjetur një lojë që është në ambientin e shkollës dhe mund të luhet brenda në një sezon të ftohtë dhe të mërzitshëm. Duke u mbështetur në sporte si futbolli, Naismith shpiku rregullin e ri. Lojtarët duhet të gjuajnë një top në një sport të mbajtur në një hapësirë. Ky sport i ri që sot e njohim si basketball ishte diçka për të luajtur, por krijonte dhe precisitet, duke u bërë shpejt një sport i preferuar. Kjo lojë filloi të fitonte popularitet të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas në mbar botën. Naismith vetë shkroi dhe zhvilloi rregullat kryesore të lojës, ndërsa u bë një zë i parë për rëndësinë e sportit për fizik dhe shpirtëror të rinjve.
Vjojmë me rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për bletët dhe mënyrën se si ata njohin fytyrat e individëve. Bletët janë krijesa të jashtëzakonisht inteligjente dhe të mirë organizuara. Pavarësisht se truri i tyre është më i vogël se një kokër susami dhe ka vetëm rreth 1 milion qeliza nervore, bletët kanë zhvilluar aftësi mbreslënse, duke përfshirë njohjen e fytyrave. Studiuesit kanë zbuluar se bletët përdorin një metodë të ngjashme me atë që përdor truri i njeriut për të identifikuar fytyrat. Kjo metodë, e njohur si përpunim konfigurativ, e lejon ato të dallojnë tiparet kryesore të fytyrës, si syt, hundën dhe gojën, dhe të mbajnë mend renditjen dhe distancën midis këtyre elementeve. Pra kur një blet vëren fytyrën e një personi disa herë, ajo është në gjendje ta njohë atë dhe në takimet e ardhshme. Kjo aftësi është veçanërisht e dobishme për të mbajtur mend njerëzit që janë miqësor dhe ata që mund të jenë kërcënues. Eksperimentet kanë treguar gjithashtu se bletët mund të trajnohen për të dalluar fytyra të ndryshme, duke përdorur metoda të shpërblimit. Kur bletët shpërblehen me sheqer për njohjen e një fytyre të veçantë, ato bëhen në gjendje të dallojnë me saktësi atë fytyrë nga të tjerat. Kjo është një aftësi e rrallë që nuk e gjejmë shpesh te insektet e tjera. Në mjedisin e tyre natyror, kjo aftësi u ndihmon bletëve të njohin pikat e ushqimit, vendodhjen e koshereve dhe madje edhe të dallojnë bletët e huaja, që mund të jenë kërcënuese për kosheren e tyre. Njohja e fytyrave njerëzore nuk është aq jetike për mbijetesën e tyre, por mbajtja mend e fytyrave mund të jetë një avantazh që u shërben në raste të caktuara. Pra nëse ndonjëherë ju duket se një blet është duke u ndjekur më shumë se të tjerat, mund të ndodhë që ajo të ketë mbajtur mend fytyrën tuaj nga një takim i mëparshëm. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 21 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 1 deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 9 deri në 19 gradë Celsius, Kukës 3 deri në 10 gradë, Peshkopi 6 deri në 15 gradë Celsius, Tiranë 10 deri në 19 gradë, Durrës 10 deri në 19 gradë Celsius, Kavaj 10 deri në 20 gradë, Elbasan 9 deri në 20 gradë Celsius, Berat 9 deri në 20 gradë, Korçë 3 deri në 15 gradë Celsius, Vlorë 9 deri në 21 gradë, Gjirokastër 2 deri në 15 gradë Celsius, Sarandë 9 deri në 18 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond në drejtimin jugor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 6 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 1 deri në 13 gradë, Skënderaj 1 deri në 13 gradë Celsius, Pej 9 deri në 14 gradë, Prishtinë 2 deri në 15 gradë Celsius, Gjakov 4 deri në 13 gradë, Malishev 3
deri në 14 gradë. Gjilan 1 deri në 14 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 14 gradë. Kaçanik 3 deri në 13 gradë Celsius. Suharek 4 deri në 15 gradë. Prizren 5 deri në 12 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.